Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ditën e sotme në fakt, redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë historinë e një vajze të re e cila është larguar nga banesa e saj në vitin 2023 dhe konkretisht prill 2023 dhe drejtimi ngelet ende i paditur dhe bëhet fjalë për Ariana Aliaj, që regjia do na ndihmoj direkt me foton e saj. Kjo është Ariana Aliaj, 26 vjeçare nga Librazhdi, e cila është larguar dhe ka humbur kontaktet me familjen në muajin prill të 2023 nga Tirana. Gjithë familjarët janë vendosur në merak, janë në kërkim, por ende nuk kanë gjetur një gjurmë të vajzës së tyre. Ndërkohë që për këtë histori është nëna dhe motra që e kanë denoncuar, zonja Ligjërie dhe pikërisht Daniela, që ndodh me mua në studio dhe unë menjëherë dua t'i përshëndes. Zonja Ligjërie, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Daniela, përshëndetje. Ju na keni shkruar për motrën. Po, unë e kam shkruar. E dashur Ligjërie, më vjen keq, ka kaluar një kohë goxha e gjatë dhe as informacion për vajzën? 2 vjet kam që kam informacion me ta. Por çfarë ndodhi? Domethënë si është larguara nga shtëpia? Ajo nuk u larguar, po para 2 vjetësh, masi morat që doshte kështu, flisje në telefon, shkonte, vinte. Vajza jetonte në Tiranë? Jetonte në Tiranë. Jo me familje. Jo, zonja Deta, ajo në fakt iko me dëshirë. Është larguar me dëshirën e saj nga shtëpia. Se në moshë madhore, dhe ku jetonte? Kur largua. Po. U largua në Tiranë, pastaj u shprungull në Kamës, patëm kontakte me të rreth i vitet sa, pastaj U shkëputën kontaktet? Shkëputën, edhe ai, edhe me familjen e tij dhe ajo me ne. A, pse vajza ka qenë e fejuar, ka pasur një partner? Erdhi si shtëpia edhe neve si prindër, ne ishim dakord si njëri, si ishte njëri i sakët. Thash vagocës, jo thash unë asum prana me këtë. Ajo s'më gjonte dhe unë... Dhe u largua me këtë person? Për shkak të fesë, Deta. Po, edhe ky, si quhet personi që jeton dhe motra juaj? Pra, i fejuari le ta quajmë? Ervin. Ervin kush? Mara. Ervin Mara. Edhe ky person është i humbur? Edhe ky s'ka kontakt fare me familjen e tij dhe ai s'do të fare për familjen. Pra, le të themi, por vajza juaj, Ariana Aliaj, ka humbur së bashku me fejuarin e saj, me personin me të dashurin. Nuk ma nxjerr në telefon të fare. Ju keni numër telefoni? Ajo është e martuar, Deta, ka një djalë të vogël. Kush është e martuar? Kjo. Motra juaj? Ka një djalë të vogël. Ka e qënë dhe ata prindit e di. Kur të marrëfeni sot të gjithë histori, se pas ka shumë detaje, do me thënë, por më lijoni fillimisht që të prezantoj një material, një kronik, një sket që ne bëjmë për çdo të humbur që vjen në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Do ndjekim pikërisht disa të dhëna dhe historinë e Ariana Aliaj, si ka humbur kontakten me familjen e saj, dhe më pas do dëgjojmë rrëfimin e nënës saj Ligjërie dhe të motrës Daniela për të mësuar detaje më shumë nga humbja e kësaj 26 vjeçare që ka bërë edhe nën, ka një fëmijë dhe uroj dhe shpresoj që ditën e sotme të zbulojë diçka për vendodhjen e saj dhe gjithnjë me shpresën që ajo do na ndjeki në këtë transmetim dhe do reagoj për të lidhur me familjarët. Po ndjekim të material dhe rikthehemi. Një tjetër histori humbje vjen në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, ku Daniela Aliaj kërkon motrën e saj Ariana Aliaj, e cila ka humbur çdo kontakt me familjen prej më shumë se një viti. Humbja e saj ka tronditur të afërmit, të cilët nuk kanë mundur të marrin asnjë informacion për vendodhjen ose gjendjen e Arianës. Historia e Arianës ka nisur pak vite më parë, kur ajo dashuruar me Ervin Marën, një lidhje që solli edhe lindjen e një djali, sot 2 vjeç, i cili rritet në mungesë të nënës. Dashuria mes tyre kaloi përmes shumë sfidave, përfshirë ndryshimin e fesë nga ana e Ervinit, i cili përkiste fesë katolike, kaloi në fen myslimane për të qenë pranë Arianës. Por ky vendim nuk u prit mirë nga 2 familjet. Si pasojë e këtyre konflikteve, Ervini u shkëput nga familja e tij. Kjo heshtje ka bërë që familjarët e saj të ndjen të braktisur dhe në ankth për vajzën. Pavarësisht denoncimeve të bëra në polici, deri më tani nuk ka asnjë të dhënë zyrtare për vendodhjen e saj. Rrjetet e saj sociale janë të mbyllura, ndërsa sistemi i gjurmimit të identitetit nuk jep asnjë rezultat për shkak të mungesës së dokumentacionit të saj. Kjo
është historia e 26 vjeçares dashurmiq Ariana Alia, e cila ka shkëputur kontaktet me familjarët e saj që prej muajit prill të vitit 2023. E dashur, Ligjërie, do më tregosh tani historinë e vajzës për ta kuptuar qartë. Po, pra. Ju ku jetoni aktualisht? Në Durrës. Jetoni në qytetin e Durrësit. Shtanuar. Kur u largua vajza nga shtëpia për herë të parë? Ajo, unë e lash në shtëpi. Erdhi sinjëria, i tha, neve nuk ishim dakord. Tha, ma, thash, më bën këta punë, mirë, ma. Për vete ke shtëpia se gjej aty. E bori thot, tiku, thot, ik në ti mas asaj. Edhe, mima, kur merë goza në telefon, shkoj për dal nga puna, a ne ikë për shtëpinë, merë në telefon, thot, o madha, ju s'desha, thot, unë e mora të njëri që desha. Pra, ju nuk ishi dakord që vajza të bashkëtonte me këtë djalë me emrin Ervin, dhe ajo iku pa djenin tuaj. E kuptova. Po, sepse nuk ishte i saktë, Odeta, sepse nuk ishte fare me kontakt me familjen e tij, edhe ai nuk ishte kontakt fare me Po nga është ky person? Ky me origjinë. Nga Dibra është me Gjopa, e oma është nuk i pranon në prindë. Jo, Odeta, më falë, është nga Mirdita. Nga Mirdita. I qartë, por e dashur Daniela, motra juaj, kur u largua për herë të parë nga shtëpia dhe erdhi të jetonte vetme në Tiranë? Për herë të parë, Odeta është larguar me datë 9 dhjetor, më zgaboj, të 2021-shit. Pra, në dhjetor të 2021-shit, Ariana vendosi të largohej... Falë, të 2019-ës. 2019-ës, vendosi të largohej... 9 ose 10, kështu. Të largohej dhe të jetonte vetme në Tiranë. Gjatë asaj kohe që jetonte në Tiranë, ju shkonit e takonit? Atëherë kur ka qenë tërmeti parë. Po, 2019-a ka qenë viti kur ka rënë tërmeti, po? Aty kur që largu, e dija, ma thoshtë në telefon, një fillon vend, shkoje. E takoje vajza? E takoje. Ku jetonte vajza në atë kohë në Tiranë? Në fillim, shkoje e takoje në Kamës. Ma Kamësa, se ishim me qera, i ku imri, rrishin në Bathore. Po, e vetëme jetonte apo me shoqe? Me shoqen. Me Ervinin? Po, me këtë. Kishte njohur Ervinin? Po, me këtë. Pra, ajo kishte nisur bashkëtesën, le themi shumë vite përpara me këtë person që e dashuron të Ervinin. Mas të tyni, ikon në Kamës, Pastaj në Bathore. Qëkejës ishin, jetoshin, lindi i fëmijini. Mas fëmijin kër e lindi, më tha mu, o ma thonë, jam 7 zonë. E në kur lindi, nuk sa jo, nuk tërgoj, kurse mamaja ti quni mund të adinë si datë, kur ka le ku që është. Ajo e dinte, ishte me dini e me djalit këtit. Po ju kishit takuar krushit njerëzit e... E kishe taku, po e dy veje, kur për lind a i quni vogël, shkoje jashifja, kështu nuk thoshte që... Por pse kjo marrëdhënie ka që ftohtë, Daniela, mes teje dhe motrës? Po sepse, Odeta, ajo ishte, nuk e di sa, more rrugën e fesë, ajo... Të fesë? Pra, ata kanë qenë besimtar të dy? Po, kë në fakt ishte katolik, po këthuj musliman, Odeta. Musliman, dhe... Po, familja këtij është katolik, kurse kë nuk donte që ta kthente edhe familjarën e vetë musliman, po këta nuk dëshironin, këta... Kur themi ata ju futën fes dhe u bën musliman, motra juaj vendosi shami? Po, me shami është. është me shami, vendosi shami. Po, me shami që ku pata gocë ke shpija. Dhe u bën edhe prindër. Ndërkohë, nuk ishte i sakt dhëndri, më thoni herë pas here për Ervinin. Pse dyshoni këtë gjë? Se ti jesh një person që beson... Nuk ma nëzirë në telefon, ke shpija s'ma vinte fare. Po pse nuk ta nëzirë në telefon, kur ti e kërkoje? Nuk thoshte na vinte dëtërojmë, po të këthejnë e jo boni së këtë temon, atëherë që e bije. Do dhe që të themi mas fejës gjitha kupton që ta praktikoni fejën, Ishte dhe ju... me fshami... Kur vajza çfarë thoshte? Edhe ajo, njëtën më dem ishte atë, po në fakt ne ishte të qetësuar për nëse më dhimë, se edhe unë e kam motrë, kjo është Nëna vetë, edhe kupton? Por, keni vajtur të ka jo shtëpi ku kanë jetuar? Kam vajtur, dhe kur e di si shpi shkoje, dhe në jashtë portën, nuk ma hapë portën të mathë, e mërë qese me vetë, i thirje jashtë portës, edhe... Po si, e kytë që vajzën tuaj në shpi? E kytë se aje, edhe i këtë në punë. A i shkon të më gjestë punë, po e mbyllë të portën... Po se e kytë shte derën e... Kishte nuk e linda, kishte mamë në vetë, afërë, nuk e takonte. Kurse prindrit e kishte në ilagjët tjetër, teta pak më larkë se aji. Por prindrit si reagonin? Prindrit e vetë si afronte. Edhe neve, si prindrit... Nuk i donë të farë prindrit, edhe i ishte shkëputër farë me familjarët e vetë, me vëjzër, me motë. Kontaktet? Po i keni takuar njerëzit e Ervinit? Çfarë thonë ata? Ajo thoshte, e Krushka thoshte që nuk kam që me bu, thotë, fëmije kam thotë, po mëse
det goca, thot, le ta loj, thoja. Ajo e doshin njëri tjetër kështu. Nuk më çeli vëse, thot. Por, a kanë informacion ata se ku ndodhet Ervini me Arianën? Po më fol me telefon me ata, për herë në fundi që e mori me ne, nuk më hapi telefon. Kur për herë të para, më hapte telefonin. Kur e mori me në para 2 javësh, i shkon të Zilja, nuk më hapti telefonin. Jo, a flet Ervini në telefon me nënën e ti, din ata ku ndodhet? Nuk fol fare atë, edhe ajo ka shkputër fare me familjarët. Edhe kur di jeni, se mora vesh gjo, vojta në kovat e në polici prap. Pra, se është këtu të ndalem dhe do të pyesja ligjëria, se është e rënd të kyçësh nysën në shtëpi dhe tikësh, po vajza juaj pse e pranonte këtë gjë? Po, pra, po, Kur ti vajte dhe i gjete derën e kyçur dhe atë tha që më ka kyçur burri në shtëpi. Po, e myllte, donë të selinte. Kur në fillim të trojë si një mirë, unë dhe bi, sarja det të dalë. Njëni mrapën, e bori shtu, e myllte portën, ikë në punë. Ti denoncove në polici dhe çfarë ndodhi? Unë vajta për nga që se di, e thash ku janë. Edhe policia më thanë, thash unë, ajo në mrejnë në Shqipëri, vetëm ta di, thash, mos kanë dalë jashtë shtetit. Jo, tha, nuk kanë dalë jashtë shtetit, tha, thjesht e ke rreth qark mrejnë në Shqipëri, tha. Po, se policia ka kontroluar sistemi TIMS me logjik, nuk ka parë dalje nga Shqipëria e të dyve dhe... është brenda në Tiranë, deta, po në ca vende nuk e dim fare. Në ca vende nuk më hapin telefon. Po si ti jetoj vajza në Tiranë dhe prej prillit të 2023 ti nuk e ke dëgjuar zëri? Nuk i jep telefon, ai telefon vetë që ka, nuk ja jep telefon në gocës që kom i kojt flas me ta me gocën. Nuk e le. Por në momentin që denoncove në polici, po çfarë denoncove, që po më kyç vajzën në shtëpi? I thash që nuk pe di, ku është kërësasht. Ose më kanë qëtë jashtë shtetit, jo, e kjetë thjesht të mrejnë e Shqipërisë. Morë menja, thash me gotën prap, ja jeta si shtëpisë, ku jetoj. Ata ndronin shtëpit me qëra dhe ti nuk i gjeje dot, e qartë, e kuptoj. Nuk lishtë numër telefonit që ku ishim ku dishim me qëra. Po? Atu ke dishim shkoja, u bo 2 vjetë kjo, që nuk e di se ku jeton vajza. Bo 2 vjetë, që unë jo bo ka hy për 3 vjetë e gjysë për 4, e kom pa që të voglimen, nëse ja ngrit në koma, jo, se që hanë, se që pinë. E dashur, ligjërie, aq pak herë që je takuar me vajzën, nuk i ke thënë që nuk është kjo jeta të kyçë burri në shtëpi, sepse vërtet ai mund të jetë një besimtar, po besimtarët nuk i kyçin gratë në shtëpi. I kam thënë, vaj, po, i mush, e shtu. Çfarë thoshte vajza? Thoshte, nuk mund t'i them jo, mami, se më rref, thoshte, ndërrikët thot, a i thot. Se e dhunon vajzën tuaj? S'mund t'i them jo, thot, se kur në delë që të vejë, thot, s'mund t'i them që të ike këndë dhe ika një, thot, se ashtu më rref, thoshte. Wow, do me thëmë vajza është e dhunuar nga ky person. Se kjo është të mba shpeng gruan, kjo është e pengmarje. Gjithë familja. Ta kyçësh, ta dhunosh, ta nxjerrësh vetëm kur do ti, nëse ka një nevojë për të dalë, nuk del dot se burri e kyç, por kjo është skandaloze, kjo është e tmerrshme. Gjithë njerëzit kanë kthy, hyn, dalin, lëvizin, i shoh. Ata janë përveç. E dashur Daniela, por ti kur ke folur me motrën, ju jeni më vogël në moshë. Ajo është 26 vjeç, ju jeni? 22. 22. Kur ke folur për herë të fundit me motrën ose kohët e fundit përpara se të humbiste, çfarë të thoshte motra për jetesën që bënte me burrin? Domethënë det ajo ishte dakord në jetesën, i thonë. Ajo e donte atë person dhe e pranonte ashtu siç ishte. Po, e pranonte. Pranonte dhe dhunën e tij. Nuk e di, ka thonë nuk më dhuno, thotë kështu, po kështu nuk më rrith, thotë. Nuk më rreth, po dhe donte, domethënë që ishte dakord me çdo gjë. Me atë lloj mënyre jetese, ajo ishte dakord. Po, ishte dakord. Edhe të kyçej në shtëpi. Po, ishte dakord. Po, në fakt, ne jemi bërë marak, se nga që kemi 2 vite që s'kam folur fare me të, edhe vendi që është shpërngullur, kur kemi pas qenë të vendi kur ka qenë... Për herë të fundit. Për herë të fundit Çerkes Odeta, ishte në rregull, e pash motrën vajta ke shtëpia, ishte në rregull, po pastaj i farë kohë, pas 4-5 muajsh u largu Odeta. Është larguar nga ajo shtëpi dhe ju nuk keni asnjë lloj informacioni. Nuk na lojnë fare as telefon as gjë. Jeni vendosur në merak? Vetëm thjesht që ta di që është që ta kishe pa jeme si pak. Daniela të ka marrë malli. Falë. Nëse do të shikonte motra, çfarë do i thoshe sot?
që e ndua shumë edhe do e mbështetje në çdo nevojë që ka, çdo raste. Përveçse është largu vetë dhe nuk e interesohet për ne, unë prapë e ndu dhe më dhimbset. Ti është vetëm ta di për la o gjalla, jo. Se ke frikën se ndoshta mund të ndodhë diçka e keqe? 2 vjet më. Ligjërie, po si e njohu vajza juaj Ervinin? Erdhi ke shtëpia. Si erdhi te shtëpia? Ata janë njohur? Kishte kontakt vetë, Është njohur nëpërmjet në telefon nëpërmjet telefonit. E punon të vetë. Vajza ka qenë në fillim pas ta njonte Ervinin besimtare? Kishte telefon vetë goca. Jo, besonte, shkonte në xhami, ishte muslimane, e devotshme, le ta quajmë. Onta që boqu. Në rrethin Pa ta pas që e personave që ajo shoqërohej të fesë muslimane, aty mund ta ketë njohur dhe Ervinin. Vetëm ai ishte kthyer Odeta në fe muslimane, sa ai më parë ishte katolik, me gjithë familjen e tij. Por kjo nuk ka rëndësi, njerëzit janë të lirë të shkojnë dhe të kthejnë fenë, të besojnë ku të duan. Kjo është drejta e çdo individi. Je katolik, mund të bësh nesër musliman, je musliman, mund të bësh nesër katolik, por dua të them që ata janë njohur në ambientet e shoqërisë të xhamis, ku shkonin, ku frekuentonin, besoj, se duke ditur që edhe vajza e ka frekuentuar xhamin, ka qenë muslimane. Shkonte shpesh në Zoti thotë të shkojsh të respektosh nonën e babën, jo kështu as telefon as sa. Por keni kërkuar, se unë jam e sigurt, unë njoh shumë musliman të devotshëm që janë njerëz shumë të nderuar dhe të respektuar, që nuk janë si ky person që ju po më përshkroni sot, nuk janë kështu muslimanët. A keni kërkuar ndihmë në xhami, persona që i njohin Ervinin, qoftë edhe për t'i folur, qoftë edhe për të ditur ku jeton, se unë jam e sigurt se është thjesht ekstremist ndaj fesë Odeta, se ka shumë, po nuk janë kështu muslimanët. Në fakt ato respektojnë nënën e babën, vënë, shkojnë, vizitojnë njëri tjetrin në shtëpi, kurse ky është ekstremist, nuk do t'ia di fare. Që do thotë nuk është musliman. Familjarët e vet as për kështu, nuk e di në çfarë rrugë është. Që do thotë nuk është besimtar, me të gjitha këto që ju po më tregoni bie që ai mos jetë një besimtar. Besimtar hydel ke nonë vetë e bi gocën. Por marrëdhëniet vajza juaj me vjerrën si ka pasur? Apo s'kishte kontakte, nuk e linte burrit fliste? Me kë? Me vjerrën, me nënën e Ervinit. Ariana, si ka pasur kontaktet? Jo, e kishte pas da që pa o marë gocën teme. Rrinte më vete. Pra, vajza juaj nuk i nje fare familjarët e ti. I ka pa kështu, edhe unë i E njët dhe më thonë, vjerën dhe vjerin, po... Nuk ka kontakte. Nuk është se i donde shumë, dhe sepse ishën katolika dhe kjo është muslimane, pse është... A kupton? është pak... Mershme. E i largon, nuk i do se janë jo besimtarë, dhe më thonë këta janë katolike dhe së të afrodin. Dhe të ronë të prindit do që ti bashkon të edhe në fetin edhe ata në fene vetë musliman. I ka, dhe më thonë edhe i ka kërcënuar se kthehun në musliman, se ata janë katolike dhe ata nuk kthehen. E qartë, e kuptoj. Ligjërie, keni shkuar në xhami ku vinte vajza dhe frekuentonte xhamit, qofte edhe në zonën ku ajo ka jetuar në Durrës apo edhe në Tiranë, për t'u interesuar, sepse derisa ata e praktikojnë dhe shkojnë në xhami, ata vazhdojnë të shkojnë në xhami dhe kanë shoqërinë në ambientet e... Ka shumë, ai domethënë personi që ka ky partneri i kësaj ka. Po pra, keni pyetur, jeni interesuar, ndoshta dikush mund të ndihmoj. Atë nuk kam shku, po goca më shkon të xhami, jena marrën të punë, vinte ke shtëpi, më thoshta, nuk printe pa thonë asë fjalë, thoshta, oj ma, po shkoj këtu, ne, vinte ke shtëpia, po të shkoj kështu që do thotë ja. Do më thënë, e keni fjalë për që kur është larguar nga Tirana deta, po... Po, kur vajza humbi, motra juaj humbi, a jeni interesuar në xhami, se ndoshta dikush e di se ku jetojnë. Kur ka pasjen këtu jetu këtu, po, shkon të ke xhamia jonë Shkallmur edhe tek xhamia Shkozet. E qartë, dhe kur erdhi në Tiranë, shkonte në xhamite e Tiranës me Ervin. Çfarë deta ishte edhe xhamia afër. Se morë ky ai nuk e linte. Ju dyshoni se ata kanë dyshuar pa tjetër adres, kanë lënë atë shtëpi me qira dhe kanë marrë... Kur pronarin në shtëpis me qira në zonën e Kamzës, e keni pyetur, jeni interesuar, çfarë ju ka thënë? Vajtat jonë, s'jam këto thotë, kanë ikur... Kur kishin ikur, i ke pyetur? Në kur janë larguar nga jo shtëpi, për afërsisht? Po, 2 vjet kraj me atë shtëpi që ka pasjen, që shkojon që i dije ku ishin, nuk ishin më aty. I thoshje Krushës, s'di gjo, thot, nuk di gjo fare, thot.
se ku janë larguar dhe ku mund t'jenë marrë. Por për gjatë 2019-ës... Nuk kam asë jëlloja haberi, thoshtë, zdia se sa, thonë, nuk kam qatë themë, thoshtë, keqë më vjenë, thoshtë, po qatë themë në shkrejtë, thoshtë. Dhe ajo e dhimë se të deta djali sajt e donë, por edhe ai nuk e afrohet, dhe ajo s'ka farë kontakte, nuk e din farë në të farëvendodhje është. Dhe ku jetojnë, dy të rinjt, pikërisht Ariana Aliaj dhe Ervin Mara, bashkëshorti i saj. Ndërkohë që regjia po na ndihmon me këtë foto, e vetmja foto që keni të... Po, teta. S'keni foto të tjera. Besoj rrjetet sociale nuk i përdor. Nuk ka farë, nuk ka rrjetet sociale, as telefon. Ajo nuk ka telefon dhe një numër celulari dhe jo të ketë. Pastaj edhe ai ka pas odeta, pa e ka ndërru shpesh numra dhe s'ke farë kontakte me. Që mos e shqetësoni ju. Se shqetësojmë na. Po kjo është absurde. Po. Ndërkohë që ne jemi në këtë transmetim dhe unë dua t'i bëj thirrje gjithë teleshikuesve që janë duke na ndjekur, por edhe Ariana Aliaj dhe Ervin Marës, partnerit e saj, nëse janë duke na ndjekur në këtë transmetim, të reagojnë pasi është nëna e Arianës, Ligjëria, si dhe motra Daniela, që janë në merak sepse prej prillit të vitit 2023 kanë humbur kontaktet me të dhe dyshohet se Ariana Aliaj vazhdon të jetojë me partnerin e saj në Tiranë. Aktualisht është 26 vjeç. Vëndi humbjes është nga kryeqyteti nga Tirana, është bërë nën e një djali, i cili djali sot i bjetit parafërsisht më thatë 4 vjeç. 3 vjeç e gjys? 2 vjeç e gjys, 3 teta. 3 gjys i bje, si pas llogarive dhe... A ngrit në koma, ja. Nuk keni fare informacion. Kemi fare për të funit që... Dherë ku e kam e pa unë dherë të funit, ka qenë shumë i vogël. Dherë tani se din fare teta, asa aji, edhe asa këta dy s'kemi fare. Kur pasa pat leje që unë i vogël, më shikon dhe më dorë të e që unë i vogël, shikon dhe nërsi u shto, e dhimë se... Ndaj dhe unë bejtini nga këtë transmetim që kushdo që ka informacion të na ndihmoj dhe të lidhet me redaksinë e emisionit pa gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që do të poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. E dashur Ligjërie, por kur ti shkoje tek shtëpia e dhëndrit, a ishtë si të priste, qëfar të thoshte? Pse vjen, thoshte. Pse vjen? Wow. Të takoj vajzën dhe nipin. Të përzinte nga shtëpia. Se më shkoje ditën, se shkoje në darkës, se dje që s'pranonte. I thrise gocës në sportës, e ne, dilte goca, sa takoshëm, ta ikin në shtëpi. Pra ti vjen në ato orash kur nuk ishte ai në shtëpi. Po, shkoje ditën. Po mirë, vajza juaj e pranonte këtë gjë? Që burri nuk lejonte nënën të vinte në shtëpi? Ajo që si reagonte? Çfarë të thoshte Ariana? E dua, thoshte mame, thoshte. E dua? Po. Ma vjen keq. Edhe për Arianën? Vetëm ta di, pëla një mërë në Shqipëri, tja një zonë e gojës. Se po 2 vjetën e së. Mirë, unë uroj dhe shpresoj që ditën e sot me Ervin Mara të na përgjigjet thirrjeve që ne do t'i bëjmë nga studio e emisionit pa gjurmë, me lejen e zonjës Ligjërie dhe Ariana, unë do tentoj realisht të provoj Ervinin nëse numri i tij funksionon, por më pas do telefonoj edhe nënën e tij. Ndërkohë që provoj Ervinin, uroj që ta ketë hapur këtë numër telefoni. Zilja bie te ky numër? E keni provuar? E kam provu, pas... Nuk bie? S'bie. Provoj një vetë, një do më përshas tasa. Nuk ekziston. Ky numër nuk ekziston. Jo, i ka në Pra, duaj numër. ju më tha që ai e ka ndryshuar numrin? Ka ndryshuar nës. I ndryshon. I ndryshon që Dhe shkaku është që ju mos ta bezdisni. Që mos e merja unë. Unë kishë japë merja të flisi me gocën, jo për një gjohë. Do provoj dhe nënën e Ervinit në këtë transmetim. Uroj që dhe ajo të na përgjigje, dhe ajo është një nën, le të themi që vuan, edhe as ka kontakte me djalin. Okej, po e provoj edhe krushkën tuaj e dashur Ligjërie, Zilja bie, për ta pyetur, por ju më treguat që dhe as ka informacione se ku ndodhet i biri. Po mos ta ndruj shalë, mos ta din. Unë uroj dhe shpresoj që nga ky transmetim i sotëm të ndiqemi dhe kushdo që e nje Ariana Aliaj dhe partnerin e saj Ervin Mara të na telefonoj, pasi nëna, familjarët janë vendosur në merak dhe nuk kanë asnjë informacion pikërisht për fatin e tyre. Ndërkohë që
Ariana dhe Ervini dyshohet se jetojnë në kryeqytet, sipas policisë nga sistemi TIMS nuk kanë dalë nga Shqipëria, kështu që lutemi që të ndërgjegjësohen. Përshëndetje. Përshëndetje. Më fal që u shqetësoj, jeni nëna e Ervin Marës? E kuja? Nëna e Ervin Marës? Shasti, në more, jo. A jeni nëna e Ervinit? Po kur jeti? Unë jam Odeta, një gazetare nga emisioni Pa Gjurmë. Po? E dashur, a jeni nëna e Ervinit? Po që halli tjeti? Jo, unë nuk kam ndonjë hall, po vetëm thjesht dua do të pyes, e dashur, sepse zonja Ligjërie është në merak për vajzën e saj, Arianën, e cila bashkëton me djalin tuaj dhe nuk ka asnjë informacion për vendodhjen. Unë ju mora dhe ju kërkoj ndjes që po u shqetësoj. A dini ju diçka, ndonjë informacion se ku jeton djali juaj Ervini me nusen? Nënda e nusës lidhet me nusën e në të gjojë, nusën e të lidhet me të këtë, unë nuk e di. Po ju po djalin tuaj, keni informacion ku jeton? Jo, nuk e di. Sa ko keni e dashur që nuk flisni me djalin? Të lidhet nëna, se unë nuk të në shumë pyetje të, të lidhet nëna nusës gjëjën të kësë me vedën, të Po lidhet nëna në nuk e di, zonja Ligjërie nuk ka asnjë informacion, nuk e di se ku ndodhet, dhe nuk ka ku ta kërkoj, ne prandaj ju morëm ju në telefon. E kërkoj, gjitha zdoja jo vetë në fëll me ta, të qëtë halli komune? Jo, ju nuk keni asnjë hall, vetëm thjesht po ju marrë të na ndihmoni zonjë, na mirë kuptoni. Jem të kuptohen, po. A dini ju se ku jeton djali juaj? Jo, nuk i di. Nuk keni informacione se ku jeton djali me nusën? Jo. Po ju nuk keni vendosur në merak? Merak, që si dhe kanë si vetë, atë nuk... Se ti e merak, në shëmerë, janë që unë mirë kanë, që ato kanë zhjith ato, që së duhe në të rrinë. E qartë, por këtë kërkon edhe zonja Ligjërie që të jenë mirë me shëndet, të dëgjoj zërin të paktën. Në shëmerë janë, përthuj për rrej pa merak. Po ku jetojnë? A nuk e di se vjetin. Po nga e dini ju që janë shëndoshe mirë atere? Po me qenë në shëmerë, kështë më një informacion në. Por thjesht mund t'jenë të humbur dhe nuk dihet asgjë. Jo, të humën se janë ato, se nuk është një, janë 3 vetë. Por ju sa ko keni pa folur? Shumë kam pa folur. Le të themi 2 vite, 3 vite, apo më pak? Jo, më pak. Dhe për herë të fundit ata ku kanë jetuar? Nuk jem sot asë, nuk jem të ullë shumë me qatë punë, po thuj asaj, zoj, thuj të gjoje, gosën e vetën e të merët me ta. E gjesë në Shqipëria, nuk jenë në honë. E qartë, por ajo është nën dhe du ta kuptoni dhe ju e një nën. Ajo... Unë e kuptoj, për nuk në gjë gosëve, që ti bëjonë, që unë e kuptoj në më dhejmë se... Po që në gjë gosëve me full me ta, që ti bëjonë. E kjo është një fatkeqësi në fakt, kur ata të dy kanë vendosur të mos flasin me prindrit, por pse kjo lloj sjellje? Kanë vendosur që ti jetë ato, me kalu që ti jetë në shnet. Por pse kjo lloj sjellje e Ervinit me ju edhe... Nuk e di, unë e di në to, si gjon, nuk futëm e të unë kësë di gjon. Ma vjen shumë keqë. Ta gjonje gosën, këtu në Shqipëri në to. Unë uroj që ata të ndërgjegjësohen dhe të telefonojnë. Edhe ju, se jeni nën, të telefonojnë dhe zonjën Ligjërie. Inshallah. Unë këtu pran kam edhe zonjën Ligjërie. Do t'i flasësh, Ligjërie, në Ervinit? Shka ti folë, unë më ka marrë në telefon për herë, këmë thërë mos e merë me shqipunë, se unë nuk kam që me të bëjë. Se në të kërë që me i bëj. Jo, unë e kuptoj situatën. E dashur, unë të kërkoj ndjes për shqetësim, por unë e kuptoj situatën. Djali juaj është larguar, nuk pranon të flasi me ju, ai është bërë një musliman dhe ashtu e koncepton jetën, ka izoluar dhe bashkëshorten e tij dhe kjo e fundit nuk do të kontaktoj me prindrit. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe, ata e kanë zgjedhur vetë mënyrën e jetesës në të lloj forme, por kjo nuk është e drejtë, nuk është logjike. Nuk ka burë më botë që mi zëllë me full me në ndeme. Burë më botë nuk ka se unë zhjë hekrat, hapë në fut në 7 metra në në tokët, unë hapë pa vdek tokën. Po i zë vetë me full me ta, se ka për mu që një. Por zonja Ligjërie tha se në momenti që ka vajtur te shtëpia, e ka gjetur vajzën të kyçur në shtëpi.
Djali juaj e kyçe në shtëpi dhe i ka thënë ligjërisë mos hajde më në shtëpinë time. Jo. Që se ka hap derën goca, se ka shku nëna vetë, i ka ne 3 orë këtë derë se ka pëqynim ka qenë punë. Se ka qenë e kyçur shtëpia. Ha? Ka qenë e kyçur shtëpia, djali juaj e ka kyçur. Pa të po shohorin. Pse nuk ja ka hap derën, mësë unë hap derën, në burin punë në nënë si hap derën, nërte, pëse ka hap derën, qënim ka qenë punë, e si ka hap derën. Po çfarë, ata kanë ndonjë problem që vuajnë nga shëndeti mendor që bëjnë këto lloj veprime, sepse feja nuk të thotë kyçë derën nënës. Le të jesh musliman. Muslimane jam dhe unë. O, nuk di që në për qënim s'ka, për atë gosë nuk i di. Por çuni juaj pse nuk flet me ju? Mirë vajza, nuk do të flasi me prindrit. Po djali juaj pse nuk pranon të flasi me ju? Të atë llogaritë unë sepse s'fol me Jo, llogari nuk e pse të më japësh. Ke të drejtë në këtë lloj forme, por duke akuzuar një nën që ik gjeje vajzën se ajo të mbylli derën, duhet të mendojmë edhe anën tjetër që djali juaj mund të kenë një problem serioz dhe po merr më qafë një tjetër grua. Kështu që të lutem. Jo, më së të e marrë më qafë ish, përse nuk në gjë vetë, e të më kuptuar, dhe nuk në gjë vetë ajo. Por nëna po e tregon në këtë studio, nëna po e tregon në këtë studio, që ka vajtur dhe ka gjetur vajzën të kyçur në shtëpi. Që se ka derën, goca? A më po mu kupton e dashur, ka qenë e kyçur në shtëpi si mund të hapi derën, kur djali juaj e kyç derën dhe merr Chelsin. Dhe zonja ligjërie po tregon që ka vajtur në shtëpi dhe djali juaj e ka përzën nga shtëpia. Ja, rrejnë se po. Po nuk besoj që ligjëria gënjen në këtë studio. Ja, se ka përzën nga shtëpia rrejnë se. Po ka rrejnë se... Gjithsesi unë nuk jam gjykatëse dhe të vendos kush ka të drejtë, kush gënjen dhe kush nuk gënjen, por thjesht fakti që kjo nën nuk ka kontakte me vajzën e saj dhe ti nuk ke kontakte me djalin, këtu ngrihen pikpyetje të mëdha e dashur. Jo, e dashur në herën për çonin temun nuk kam bankesa, nuk kam kohën për atë punë. Mirë, nëse jeni dakord. Rrugën, po ajo si ka bankesa, që nuk e pengo. Nuk do vetë ajo. Ne urojmë tjetë kështu, nëse ajo nuk do vetë, të kontaktoj me nënën, me babajnë dhe me motrën, është e drejta e saj. Thjesht kjo nën do të gjej, të gjej zërin dhe ajo të dali dhe të t'i tregoj nënës që nuk dua të flasë më me ty në telefon. Dhe nëna e mbyll historinë. Po në momentin që vajza deklarohet e humbur... A je martu ma je vajzë? Jo, unë jam e martuar, jam nën, kam dhe 2 fëmijë. Dhe po të flasni një nën në këto momente. Unë nuk e konceptoj dot, që fëmija im të largohet nesër, edhe mu të mundothë, nuk mburren për këtë gjë, por nuk e konceptoj dot që fëmija im të largohet dhe mos më flasim në telefon. Këtë nuk e konceptoj dot. Dhe të them si nën që kjo është rruga dhe bëri mirë që e zgjodhi kështu. Dhe ti them krushkës si gjeje vajzën bëj çfarë të duash. Edhe kjo gjë nuk është e drejtë. Që ti thëmune? Po jo, mund të gjendet një rrugë bashkëpunimi e dashur. Unë të di se ku janë, nuk i di. E di se janë Shqipëri, po se ku janë nuk i di. Mirë, unë të falenderoj që më përgjigje dhe njëherë po ju them më falni që u shqetësova. Jo, me pyet çka, të ngo burri me po anonën. Jo, kap. Po naj se ka pengos një herë. Këta ke 100%. Mirë, unë të falenderoj dhe të kërkoj ndjes për shqetësimin dhe uroj që të lidhesh sa më shpejt me djalin. Faleminderit. Faleminderit. Ndoshta edhe njerë irritohem, me ngre zërin dhe s'duhet ta bëj këtë gjë në transmetim, dhe pse i them vetes që s'duhet ta bëj këtë gjë në transmetim, se dhe ajo është një nën që pavarësisht çfarë tha brenda vetes vuan për humbjen e djalit, por situata tashmë është e kuptueshme. Ai ka hyrë frika për vetën e vet. Dhe bë të mirë që e bë të denoncim në këtë transmetim live, uroj që të ndiqemi edhe nga policia, se ndoshta ajo vajza juaj mund të jetë vërtet në rrezik nga një person që nuk mund të jetë mirë nga shëndeti mendor dhe izolon dhe e mban vajzën tuaj. Por e dashur ligjërie, nëse vajza jote do të ndiqte, kishe një mesazh për t'i përcjellë sot nga kjo studio? Jo, s'kam pas asnjë fare. Jo, vajzës. Mendo sikur vajza po të ndjek. Çfarë do i thuash Arianës? Thosh që vetëm ta shifje me sy. Ola është. Janë një zonin. Ka marrë malli. Po nipi si quhet? A semri nuk ja dini? Si e pa thonë ajo, s'më kujtohet. Muhamet theti apo? Ti nipin e ke takuar ndonjëherë? Muhamet. E kam parë vetëm për atë funit kur ishte e vogël. Ishte i vogël, e mante më lus, na tregonte. Ishte ndjep akoma. Pra duket distanca e madhe që keni pasur me vajzën, sa se emri nipit nuk ju kujtohet, vetëm një herë e keni parë dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe dhe unë i bëj thirrje në këto momente gjithë besimtarëve musliman dhe ju lutem dhe unë në emër të një nëne, kushdo që mund ta njohë Ervin Marën dhe partnerin e tij Ariana Aliaj, ndoshta mund
po kalojnë në një problem me shëndetin e tyre, nuk mund të jenë mirë, mund të kenë nevojë për ndihmën e motrave dhe vëllezërve të tyre, mund t'i afroheni dhe t'i flisni për këtë problem, sepse familjarët janë vërtet në merak. Uroj që Ervini të më ndjeki, të ndërgjegjësohet dhe të hapi telefonin, të flasi me nënën e tij, të lejoj gruan të flasi me familjarët, vetëm thjesht i dëgjojnë zërin. Ata kanë jetën e tyre, askush nuk i pengon. Unë jam e sigurt që zonja Ligjerie, bashorti i saj, por edhe Daniela nuk do i pengojnë për jetën që ata kanë zgjedhur për të bërë, për të vazhduar rrugën e tyre, por aman të telefonojnë se kjo është nën. Mendoj dashur Ervin që ai djali që ke sot 3 vjeç e gjys, nese të rritet dhe të fiki telefonin dhe ti mos ja dëgjosh zërin. Gjithnjë ktheja të thikën nga vetja jote për të kuptuar se çfarë dëmi dhe sa shumë i lëndon prindrit. Dhe uroj me zemër dhe shpresoj që Ervini ta marrë këtë mesazh, edhe Ariana ta marrë këtë mesazh dhe t'ju telefonoj sa më shpejt. Ne prezantuam për herë të parë historinë e Ariana Alia, e dashur Ligjerie të vajzës tuaj, do vazhdojmë dhe në ditët në vijim dhe do mbetemi bashkë në kontakt dhe sinqerisht më vjen shumë keq për gjithë historinë që dëgjova sot dhe uroj të lidheni sa më shpejt. Falenderoj shumë zonja Teta. Edhe unë ju falenderoj që ju pata në studio. Unë falenderoj vetëm thjesht vetëm t'ja një zonë. Ta shifje më sy. Dhe ta uroj me zemër që sa më shpejt të ndodhi kjo gjë. Shpresoj. Mirë, do mbetemi në kontakt. Mirë. Në asaj së mund t'i vej në faj, se ajo janë halë për vetë në vetë. Si gjithë se kur që janë halë për fëmijën e vetë. E besoj, janë filet e një nëne që por qetësohu, do flasim të dyja dhe pas kuintave. Mirë, do të kalojmë në reklamat të dashur miq dhe do rikthehemi sërish bashkë në pjesën e dytë. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, jemi në këtë pjesë të dytë dhe në këtë pjesë të dytë do sjell në fokus disa histori, do t'ja kushtojmë njerëzve të humbur, do sjell pasaporta televizive dhe kam nevojë sot për ndihmën tuaj që kushdo që është duke na ndjekur që foto që ne do shfaqim në ekran, mund t'i keni parë diku, keni informacion për ta, mos hezitoni të na shkruani direkt dhe që në fillim e them kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që e keni poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Reporters TV. Do i nis me foton e Dashamir Xhafës, një 47 vjeçar nga Kabaja, i cili fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen e tij në 16 qershor të vitit 2005 nga Italia. Kanë kaluar 20 vite dhe ende familjarët nuk kanë informacion për Dashamir Xhafën. I riu që ishte në Itali, 27 vjeç ka qenë kur humbi kontaktet, i martuar me një shtetas italiane, kishte sjellë edhe një fëmijë dhe pas ditën e 16 qershorit dikush e telefonoi. A i doli nga shtëpia me rrobat e shtëpisë, mori makinën, u largua dhe nuk i dha asnjë adresë bashkëshortes së tij italiane. Dhe nga ai moment celulari rezultoi fikur dhe kështu u shpall i zhdukur dhe sot e kësaj dite ende familjarët nuk e dinë se çfarë ndodhi me fatin e Dashamir Xhafës. Por çfarë kanë zbuluar ata përgjatë këtyre vite, dua të prezantoj një material dhe rikthehemi në studio. Dashamir është djali i tretë nga 4 fëmijët e familjes Xhafa, i cili rezulton në skedën e të humburve që prej vitit 2005. Ishte viti 1993, ku për Dashamirin erdhi letra për ushtar, ndërsa kreu shërbimin ushtarak deri në vitin 1994. Me të mbaruar ushtrin, një djali i shkathet asaj kohe planifikoi që bashkë me shokët e tij të emigronte drejt shtetit italian, po pa i thënë askujt lidhur me planin e tyre. Ata u nisën me skaf nga Vlora dhe mbërritën në Itali. Fillimisht u vendosën në Foggia, aty ku Dashamiri nisi punë në bujqësi. Gjatë kësaj kohe, ai u njoh me një shtetëse italiane, Rita Kocelin, dashuri e cila përfundoi në martesë në vitin 2004. Ata vendosën të jetonin së bashku, duke celebruar marrëdhënien e tyre përmes një ceremonie në Kish. Një vit më pas, në jetë erdhi djali i tyre Kevin. Jeta vazhdonte, Dashamir punonte dhe tashmë kishte krijuar familjen e tij. Ishte mbrëmja 16 qershorit të vitit 2005, kur të tre ishin bashkë, ndërsa Dashamirit i bie telefoni. Bashkëshortes Ritës i thotë se ishte një miku i tij dhe se duhej të dilte, por do të kthehej vetëm për pak. I shoqi nuk po kthehej dhe Rita vuri në alarm familjarët, ndërsa bën edhe një denoncim në polici, ku zbuluan se Dashamiri ishte akuzuar për trafik droge. Ku ende nuk është mësuar asgjë për fatin e tij, babai i Dashamirit, Mohamedi, akuzon pronarin ku punonte i biri, një shtetas italian, me emrin Paolo, duke e bërë përgjegjës për përfshirjen e të birit në rrjetin e trafikimit të lëndëve narkotike.
Kjo është historia e Dashamir Xhafës, dashur miq, u bë thirrje për 47 vjeçarin nga Kavaja, kushdo që ka informacion, qoftë anonim, të lidhet me studion e emisionit Pa i Gjurmë, sepse ai ka humbur kontaktet në 2005, 20 vite që familjarët kanë bërë kërkime kudo në shtetin italian, kanë bërë dhe denoncim në polici, ndërkohë që janë bërë dhe hetime, por fatkeqësisht çështja është mbyllur dhe ende nuk është zbuluar asnjë gjurmë jete për Dashamir Xhafën. Nga fotoja e Dashamir Xhafës do të kalojmë një tjetër histori, një tjetër baba i humbur, Bardi Alleshi, një 59 vjeçar nga Lushnja, i cili ka humbur kontaktet me familjen e tij në 25 gusht të vitit 2009 nga vetlindja, pra nga qyteti i Lushnjës. Doli nga shtëpia dhe u zhduk duke u mbyllur celulari dhe su mor vesh çfarë ndodhi me fatin e tij. Kanë kaluar 16 vite dhe familja Alleshi ende është në kërkim. Ndjekim materialin që kemi përgatitur dhe për Bardi Alleshin dhe rikthehemi në studio. Kishte pak ditë që ishte kthyer nga Shqipëria, Bardi Alleshi kishte vendosur që pas shumë viteve emigrim në Itali të jetonte përfundimisht bashkë me familja në qytetin e tij të lindjes. Ishte data 25 korrik i vitit 2009, kur Bardi nuk ishte çmallur ende me familjen. Ai kishte pothuajse 10 vite që kishte emigruar drejt Italisë dhe ishte pajisur me dokumenta të rregullta. Ai njihej atje me letra si Arben Alleshi, jetonte së bashku me konetrit e tij në të njëjtën banesë dhe punonte në sektorin e ndërtimit. Pas vendosjes nga Italia drejt Shqipërisë, vëllezërit e bashkëshortes nuk ishin vënë re asnjë shqetësim që të mund të ishte pohuar nga 58 vjeçari. Babai i dy vajzave kishte vendosur të largohej nga vendi fqinj dhe të fillonte të ndërtonte një jetë të re në familjen e tij në Lushnjë. Zhdukja e tij në mënyrë të mistershme, mëngjesin e 25 korrikut, ka habitur jo pak familjarët, si dhe çdo që e ka njohur. Atë mëngjes në të gdhir, rreth orës 4:30 minuta, i ka thënë bashkëshortes se do dilte për të pirë një cigare, që nga ai moment, familjarët nuk kanë mundur të mësojnë asgjë lidhur me zhdukjen e pakuptim të Bardhit. Ai është larguar pa pasur asnjë dokument me vete. Ka dalë nga shtëpia në Lushnjë vetëm me rrobat e trupit, ndërsa nuk ka pasur me vete asgjë tjetër. Zhdukja e 58 vjeçarit i ka lënë familjarët me lot në sy dhe të vështruar nga ajo derë, nga u zhduk pa lënë asnjë gjurmë. Kjo është historia e Bardi Alleshit, kështu ai ka humbur kontaktet me familjen, u bë thirrje dhe për 59 vjeçarin nga Lushnja, që kushdo që ka informacion, kushdo që e ka parë, qoftë anonim, të lidhet me redaksin ton, pasi janë 16 vite që familja e kërkon dhe dua të theksoj vitin që ai humbi kontaktet, ka qenë 43 vjeç dhe nëse është shëndoshë mirë, sot i bie të jetë plot 59 vjeç. Mirë. Nga historia e Bardi Alleshit, dua të bëj një shkëputje dashur miq, dua të prezantoj një suplement ushqimor i destinuar për popullatën e rritur mashkullore, quhet Prostatol, e cila ndihmon, ky suplement ndihmon për probleme dhe funksionimin e prostatës. Juni me të dhe rikthehemi sërish bashkë live. Jemi sërish bashkë live për të vazhduar me historinë e radhës. Do të jemi në kërkim të Islam Koçit, një 41 vjeçar nga kryeqyteti nga Tirana, që humbi kontaktet me familjen në 5 korrik të vitit 2001, po nga Tirana. Ka kaluar plot 24 vite dhe ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Islam Koçit. Jeni duke parë të dhënat dhe foton e tij, një foto që familja ruan. Është i vetmi kujtim që ka mbetur në familjen Koçi, një histori që është trajtuar gjatë në redaksinë e emisionit Pa i Gjurmë, informacione të cilat na kanë çuar shumë larg dhe na kanë çuar pikërisht në Kanada. Dyshohet se Islam Koçi ndodhet në Kanada dhe shqiptar të ndryshëm po bëjnë të pamundurën për të gjetur një adresë të Islam Koçit. Unë dua të jap një kronik për më shumë detaje dhe të njiheni me historinë e tij dhe rikthehemi në studio. Zhduket në ditën e martesës së të motrës së djali i vetëm i familjes Koçi nga Tirana. Islami humbi gjurmët nga kryeqyteti në moshën 18 vjeçare, ndërsa pasi mori unazën e sermës së nënës, e njoftoi se do të largohej diku, pa i treguar një destinacion konkret. Ai doli nga banesa e tij në zonën e Xhamllikut më 5 korrik të vitit 2001 dhe nuk u kthye më. Sot kanë kaluar plot 22 vite dhe nga ai moment asnjë dritje shile nuk është ndezur për fatin e Islam Koçit. Ëndra e vetme e vëllait të 4 motrave ishte të emigronte drejt Greqisë, vend të cilin ai e kishte shkelur për herë të parë në moshën 12 vjeçare, ku kishte qëndruar në Athinë afro një muaj me pushime tek disa të afërm të tij. Largimi i papritur i tij pa marrë me vete asnjë mjet identifikimi, edhe sot ngre pikë pyetje të mëdha për familjen, edhe pse Islami shpesh herë ua kishte bërë me dije
se nëse një ditë do të largohej, nuk do të njoftonte askënd. Atë ditë, Islami duhet të shoqëronte motrën teksa dilte nga dera e shtëpisë në ditën e saj të dasmës, por u zhduk pa lënë gjurmë, duke u denoncuar kështu i humbur në komisariatin e policisë. Djali i vetëm, i cili me punën që bënte siguronte të ardhura për familjen, nuk kishte patur kurrë një arsye për të larguar në mënyrë të mistershme. Një djali i qetë dhe një shok i mirë për bashkëmoshatarët e tij, ai nuk kishte shfaqur asnjëherë probleme me askënd. As shokët nuk patën kurrë dieni për planet e të riut. Një vit pas humbjes në derën e shtëpisë së familjes Koçi, paraqitet një person i cili u kërkon borxhin prej 50.000 lekësh që Islami i kishte marrë hua, por pa dhënë asnjë indicje apo informacion për fatin e të riut. Shpresat për familjen Koçi u ringjallën kur një tjetër person nga Fieri njoftoi familjen se Islami ndodhej në Kret, ndërsa vetë fqinji i tyre pretendonte se 5 vite pas zhdukjes së tij e kishte takuar në një tren në Athinë, shoqëruar nga një grua dhe një fëmijë. Prej asaj dite, prindrit jetojnë me shpresën se një ditë Islami do të bëhet i gjallë e do të trokas në derë. Kështu ka humbur kontaktet Islam Koçi me familjen e tij, i cili u largua duke e lënë motrën e tij me vellon e bardhë. Ka qenë koha kur motra martohej dhe vllai u zhduk, le të themi, gëzim dhe dhimbje në familjen Koçi. Por kaluan javën, kaluan muaj, besoni që ai do rikthehesh në shtëpi, por kaluan shumë vite dhe Islam Koçi ende nuk është kthyer pranë familjarëve të tyre. U bë thirrje të gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen, kushdo që e njeh Islam Koçin, këtë 40 vjeçar nga Tirana, qoftë anonim, të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë. Mirë, do të kaloj edhe te pasaporta e fundit, do të jemi në kërkim të Erion Bregut nga Skrapari, një tjetër baba, një 41 vjeçar, që ka humbur kontaktet me familjen e tij në 24 maj të vitit 2024 nga Greqia. Kjo është pasaporta e Erion Bregut, i cili u largua për të punuar në shtetin grek, ka pasur kontakte të rregullta me familjarët dhe në telefonatën e fundit i ka shprehur vëllezërve se kishte pasur një konflikt me shokun e tij nga Përmeti, ndërkohë që vëllezërit asnjëherë nuk e mësuan se kush ishte ky person dhe nuk arritën dot ta takonin dhe dyshojnë se ndoshta gisht në zhdukjen e Erion Bregut mund të ketë shoku i tij. Gjithsesi, shumë shqiptar janë vendosur tashmë dhe po ndihmojnë familjen Bregu, janë në kërkim të Erionit. Ne po e transmetojmë sot nga kjo studio që kushdo që mund të na njohë, mund të na telefonojë në këtë transmetim live. Por dua të prezantoj edhe materialin që kemi përgatitur për Erion Bregun, këtë 41 vjeçar nga Skrapari, dhe rikthehemi në studio. Personi që shikoni në foto rezulton një humbur që prej datës 24 maj të këtij viti, 41 vjeçar nga Skrapari, Erion Bregu, emigroi drejt Greqisë për të punuar, por fatkeqësisht humbi çdo kontakt me familjen e tij. Nuk ishte hera e parë që Erioni shkonte në shtetin grek për të punuar, për shkak se kishte shkelur afatin 3 mujor, e kaloi kufirin me këmbë dhe i kishte vetëm 2 javë që kishte shkuar në fshatin Kallamaki, në një fshat shumë afër qytetit të Larisës, ku filloi dhe punë në bujqësi. Gruaja e moshuar që e kishte punësuar 41 vjeçarin, i kishte siguruar edhe vendin e fjetjes. Rreth datës 20 të muajit maj, në një nga telefonatat e fundit me vëllain e tij, Erioni tregoi se kishte pasur konflikt me një shqiptar nga Përmeti, madje ky i fundit dhe e kishte dhunuar. Pas kësaj ngjarje të treguar nga vetë 41 vjeçari, telefoni i tij u fik. Përpjekjet e vëllezërve për t'u rilidhur ishin të kota. Kanë kaluar 6 muaj dhe ende nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e Erion Bregut. Familja ka bërë denoncimin për zhdukjen e tij në shtetin grek dhe kanë denoncuar edhe pranë Interpolit. Ata janë në merak për 41 vjeçarin dhe çdo ditë që kalon janë me syt nga telefoni në pritje të një lajmi. Mirë, kjo është historia e Erion Bregut, ju bëj thirrje edhe për 41 vjeçari, kushdo që ka informacion, mos hezitojë të lidhet me 2 numrat e redaksisë së emisionit Pa i Gjurmë. Kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj miq që qëndruat me mua deri në fund të programit. Ne do ritakohemi sërish bashkë. Ju e dini që Pa i Gjurmë vjen çdo ditë nga hëna të premte, live ora 16 deri në datën 31 korrik kur e mbyllim sezonin. Mirupafshim.